Janë dy prej kërkesave të shtuara kohëve të fundit, fatmirësisht popullata janë vedisu ma shumë edhe për rrezikun e smundjeve, qofshin malinje edhe problematikave tjera, po kërkohet edhe po bëhet kolonoskopia dhe gastroskopia pak më shumë prej pacientëve që dojnë me i najt vetës gati, sidomos pas moshës 40 veçare. Si statistikisht si funksionan? A është një moshë caktune kur duhet vetëm anamneza që në familje është dikush me probleme, apo mund të bëjnë edhe për qef për me eliminu rreziqet? Në Evropë, në Gjermani, këtu e në të reguluara. Në të reguluar me ligjë se kur duhet filluar me screening, apo me screening imazheri, apo me screening me anamnez, me pyetje, me kolonoskopi. Në Gjermani e në të reguluar pas moshës 50 vjeçar duhet bëhet kolonoskopia tek pacientët që nuk kanë simptome. Ndërsa në Amerikë, në USA është nga mosha 45 vjeçare, por ka dhe teste më hershme që bëhen edhe mosha më të reja ose të pacientët që kanë anamnez pozitive familjarë. Do të thotë nëse dikush nga familjarët ka pas një karcinom të kolonit, duhet bëhet 10 vite më herë. Apo nëse dikush ka një smundje kronike inflamatore, koliti ulceroz është prekanceroz. Janë rregullat ndryshe të kolonoskopisë, varësisht nga koha, kur është ka filluar koliti ulceroz, cilën pjesë të zorës, sepse ne kemi kolitin ulceroz përfshin vetëm pjesën përfundimtare të zorës, apo është kolit ulceroz i majt, apo komplet zorës e trash. Brenda sa vite mandejnë kontrollat, ka kontrolla çdo vjet që duhet bërë, apo çdo 2-4 vjet apo më shumë. Cila pjesë e zorëve është më rrezikshme nëse e përfshin gjithë zorën e trash, mandej ka dhe shenja, ne kemi shenja nëse ka pseudopolyp, nëse varësisht është në remision, do thotë është shëruar në mënyrë endoskopike nga syri apo dhe histologjike edhe nga ana klinike. Do thotë këto duhet bëhen këto kontrolla duhet i bëjnë gastroenterolog. Gastroenterolog. E the që është prekancerogjene, se kjo na met në vesh. Është prekancerogjene, duhet kontrolluar. E keqja është që ne njohim kancerit të zorës, shumicën e rasteve kem nga është një sekuencë adenom, polypët, që me vite mund bëhen kancer, ndërsa problemi te koliti ulceroz nuk është e tillë. Do thotë mund të bëhet aty kur nuk shifet, bën kolonoskopinë çdo gjë në rregull, edhe nëse nuk mjekohet si duhet dhe është në remision, pacienti s'ka probleme, remision endoskopik, remision histopatologjik, mund të bëhet jo sikur te adenoma, sepse ne dim, adenoma mund prapëse gjatë 10 vite derisa të bëhet kancer. Nëse ne e bëjmë brenda kësaj kohe një kolonoskopi e largojmë polypin, shërohet, nuk ndodh asgjë. Ndërsa te koliti ulceroz duhet kemi shumë kujdes. Çfarë simptoma jep koliti ulceroz ndonjëherë? Diare, dhimbje barkut, anemi, diare me gjak, lodhje. Dhe smundjet inflamatore të zorës, shumë rëndësi, shumë falënderit për pyetjen, japin shpesh edhe shenja, ne i thojmë ekstraintestinale. Që janë shenja në nyje dhe në lëkurë. Ka shumë shpesh pacienta që nuk vjen fare me ankesa të zorës. Por ka skuqje, ka dhimbje të nyje, apo ka ndryshimin e lëkurë, që kur bëjmë një diagnostik më thellë, shohim që problemi është morbus kronik apo koliti ulceroz. Kto nuk mund të ikin me një kolonoskopi, shihen. Pacientin ne e shohim si pacient. Ne ka simptomat e para, ne mandej bëjmë kolonoskopin, sepse shumë pacienta mund të kenë morbus kron apo koliti ulceroz, edhe nuk kanë simptomat e theksuara, apo i injorojnë. Shumica pacientëve kanë me vite, kur bëhet anamneza me thellë, thonë, a unë jetoj me këtë, doktor, jeta ime është e tillë, unë gjithmonë me vite jetoj, kam 2-3 herë diare në ditë. Ko pas kohë gjatë dhe për kam hemoroidet. Kjo është shumë problem, shpesh që pacientët kanë hemoroide, sepse mund të kesh edhe hemoroide edhe diçka tjetër. Edhe diçka tjetër. Edhe e lidhen gjakderdhen hajt se hemoroide. Do thotë me këtë kur nuk duhet jemi të kënaqur me gjakderdhen nga hemoroide. Gjithmonë duhet të përjashtojmë të mbrëmshmet problemet. Shkaktarët e tjerë dhe mund të kemi hemoroide.